Ky është momenti i ndërhyrjes së policisë së Sarandës dhe të shefit të hetimit të krimit për të parandaluar për shkallëzimin e një konflikti mes rojeve të sigurisë dhe disa personave të tjerë në klub Orange një ditë më parë. Gjatë kësaj ndërhyrje ndaj shefit të krimeve u shtrua dhunë e për këtë arsye, 6 persona u vënë në pranga mes tyre dhe administratori i klubit, Mario Katiraj, si dhe është shpallur në kërkim një tjetër. Gjithçka nisi në orët e para të së dielës, ku siguria e klubit po konfliktohej me disa klientë, çka detyroi ndërhyrjen e policisë, e cila po ashtu u kundërshtua nga siguria, mes të cilëve ishin të dy punësuar, ushtarak dhe polic. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita ka pezulluar me njëherë nga detyra dhe ka urdhëruar hetim disiplinor ndaj 2 punojësve të policisë, Armando Shehi, pjesë e Resit, dhe Antonio Binaku, pjesë e Reneas, sepse ishin të 2 punësuar si bodyguard në këtë klub dhe nuk ndërhyn për të shuar konfliktin dhe as njoftuan policin për sherrin. Shërbimet e policisë kanë vjuar kontrollet edhe në banesën në fshatin 6 të Sarandës, ku kanë lokalizuar dhe shoqëruar dhe pjesën tjetër të sigurisë së klubit, ku ndodhi konflikti. Në pranga ka rënë Mario Katiraj, administratori Orange, Elgent Ndoi, Ardit Kasmi, ushtarak në Zallher dhe roje sigurie në klub, Faik Hoxha, taksisti Besnik Sullolari, si dhe Indrit Cullaj, ndërsa në kërkim u shpall Pjetër Doçi.